Mirëmëngjes, mirëdita të gjithëve. Jam live këtu në makinë, rrugës për Pogradec, Korç dhe Devol sot. Dhe ndërhyra këtu sepse desha të përcjell një thirrje, një lutje, një mesazh për të gjithë ata që janë regjistruar si votues në Greqi, që të marrin zarfat dhe të mos e lënë pa përdorur mundësinë historike për një takim me historinë. Është një mundësi historike për të qenë votues për herë të parë në jashtë kufive të Shqipërisë, por është edhe një takim me historinë për të kyçur përfundimisht Shqipërinë në shtëpinë e madhe të Bashkimit Evropian. Ka pasur një problematik për fat keq për në ditët e para me shpërndarjen, kompaninë etj, por tani më kompania ka vënë gjërat në vijë, sipas informacioneve që kam unë. Zarfat janë shpërndarë në për destinacionet e ndryshme dhe keni të gjitha informacionet e nevojshme për të kuptuar se çfarë duhet bëni dhe për të mos përtuar që t'i tërhiqni zarfat nga pikat e shpërndarjes së kompanisë dhe nga ana tjetër, në rast se i keni marrë zarfat në shtëpi, të veproni duke i kthyer ato drejt Shqipërisë me numrin 5. Ky votim është me një rëndësi të veçantë, sidomos për të gjithë shqiptarët në Greqi që ende nuk kanë pasaportën dhe janë futur në ankthin e padrejtë të njohjes pensionit. Njohja e pensionit bëhet me marrëveshje. Negociatat me qeverinë greke kanë nisur. Por nuk dim fare sa kohë mund të marrin. Vullneti ynë është i plot, siç ka qenë gjithmonë. Vullneti i qeverisë greke është shumë pozitiv, por duke u nisur nga eksperienca e marrëveshjes me Italinë, që u deshën vite të tëra dhe pastaj e solli fati që të më dilte mua një motor në Romë dhe u përshpejtuan gjërat. Ama që nga dakordësia me motrën deri tek firma e fundit, nuk e di sa kohë kaloi, 1 vit e gjysmë, 2 vjet fare, se kam tani parasysh sa ka kaluar eksaktësisht. Mund të merret me mend se sa mund të zgjasi marrëveshja me Greqinë. Është marrëveshja më e vështirë. Ajo italisht ishte e parafundit për nga vështirësia. Numrat e mëdhenj e bëjnë këtë të vështirë sepse ka kosto financiare, nuk diskutohet, por Greqia nuk është Italia për nga fuqia, ne e dim këtë gjë. Dhe pa vënë asnjë moment dyshim vullnetin e qeverisë greke, çështja është sa mund zgjasë kjo. Ne nuk e dim sa mund zgjasë. Ndërkohë që keni parasysh ajo pasaporta evropiane që them unë dhe këta qyrikët e kënetave e përqeshin, është rruga për të fituar të drejtën e qytetarisë së plotë dhe përfundimtare si shqiptar në çdo metër katror të Bashkimit Evropian. Që do të thotë që ajo pasaport ka të njëjtën vlerë si pasaporta bardhë e blu, edhe pse është kuqezi, sepse të dyja kanë sipër Bashkimin Evropian dhe në momentin që merrni ose dimat e pasaport, njohja e pensionit, sigurinë shoqërore, gjitha janë njësoj si për bashkëqytetarët tuaj në Greqi me kopësi dhe shtetësi greke. Kështu që nuk ju duhet më shtetësia e asnjë vendi tjetër të BE-s, ju mjafton shtetësia shqiptare, sepse jeni qytetar të BE-s. Dhe është gjuna që të mbasi keni bërë mundimin për të regjistruar, të mos merrni dhe mundimin për të votuar. Ju lutem shumë të gjithëve dhe në mënyrë të veçantë patjetër atyre që janë regjistruar
për të më mbështetur mua, për të mbështetur Partinë Socialiste, për të mbështetur Shqipërinë drejt këtij takimi me historinë, të mos lënë pa votuar. Do të lidhem përsëri me ju për t'ju dhënë më shumë detaje, ndërkohë që besoj keni parë klithmat e bufit të kënetës dhe kuakuakuat e kënetës u shtrin tani edhe jashtë kufive, duke paralajmëruar të vjedhjen e madhe. Një nga ato salamandrat blu kishte nxjerr ca zarfa në rrugë dhe pretendonte që ishin zarfa të kapur, nuk e di se si, nuk e di nga kush, etj. Drejtuesi im politik për diasporën ka bërë një sqarim shumë të qartë për këtë, se zarfa mund të mbledhësh edhe nga shtëpia jote dhe kur je skllav i bufit, edhe shtëpinë tënde e kthen në llogore kënete, edhe mund t'i fotografosh në rrugë dhe thuash ja këto po i bën narkoregjimi, po këto nuk i ha njeri. Tani ka mundësi që të gjithë ne të bashku të fokusohemi që dhe për këtë arsye një rrugë e dy punë, të shtym Shqipërinë përpara dhe të përshpejtojmë tharjen e asaj kënete që është një fatkeqësi kombëtare dhe është një plag anti-europiane në mes të trupit të Shqipërisë.